personat me aftësi të kufizuar apo kujdestarët e tyre. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fund vitit do të jetë 15.000 lek apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm, do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Një nga vendimet më të rëndësishme të ndërmarra nga Këshilli i Ministrave lidhet me përdorimin e fondeve nga ana e ministrive apo institucioneve buxhetore. Është vendosur që për të gjitha ato fonde të cilat nuk do të shpenzohen nga ministrit apo nga institucionet buxhetore, do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, vlerësohet se shuma e cila minimalisht do të kalojnë në këto llogari do të jetë në masën 150 milion euro.